Për të, lahuta është më tepër se një hobi, është mision shpirtëror. Dhe aty ku fillu të këndoj, musafirët në dhe gjithmonë, tani hadën azmini kongë gjithmonë, ku po një, dy, në dhe kështu. Vitë 7 si maturant i gjimnazit, me një kolegë të imin bashkëtar, Basri Begën, Tasho Indirë, kemi fillu me dasma. Dhe pe vitë 7 kur nuk e kom ndërprej. Pas një vjetë në shërbim ushtarak. Edhe atje kom kënduën, po do thot jashtë publiku kështu. Përej vitit 2003 që kom fillu, thash në Klein, kam vazhdu në gjitha komunët e Kosovës, kam qenë edhe në Ulqin, edhe në festivalin në Gjirokastës, në Shqipëri disa festivale, po tham, po në Gjirokastës 2015 kam qenë, në klasë, në 2-3 festivalet e Shqipëri, gjitha kam qëmime, në Gjirokastër jo, veç një certifikat, po tham, sa të kemi qenë grupi Kosovës, jo si individ. Në Republikën e Macedonisë, tash së fundi isha edhe në Turqi, nga festivalet i kam 36 qëmime, që janë unë krenohu me ato, se pak kush i ka shumë. Edhe mendoj tash, kum pas mendu t'i baj 20 qëmime, po tash du t'mi bo 30, se kum kalu 25-in, mendoj me bo 30, nëse e thaj kaluen 31, du t'mi bo 40. Po dhe sa t'punat zonë e kam dërmen me këndur, dhe breza me lon diçka. Thjesht du t'me lon, është obligim i gjithve që me lon diçka mrapa. Se nëse vdes pa lon diçka mrapa, thash jam krijues edhe i kongë, libër me i këndoj me lirisht, i kam 52 kongë autorit të cilav jam. Jam përgatitur të librit dytë edhe për 50 kongë tjera. Me një që kongë nëse mbetëm, besoj që janë mjaftuar, nëse premton jeta i bajo 3, po besoj me një që kongë nëse hecin atë jetë mjafton me lonë për brezët ashëm. Konga më mirë që atë kongën që thash për ushtërinë qëllimtare të Kosovës, kur e kemi kënu atëherë që s'kemi ditë mirë o lahutës, e kum kënu tash së fundin Deçan, dhe mora lautari më i mirë çmimin, ato ishte kënaqësi se mujta me performu mirë, se kanë herë zërën me performu mirë. Atë kongë e kënua me shpirt, se është teksti imi, në me atë kolegën në Rahmetlin që ka vdekë, kemi t'ingjizume, po tash kur se ka qenë me 2 vetë me kënu më kongë me ekrave. E këndu me lahut ndullë shumë mirë, me ato kënaqëm. Kur këndoj kongë të mujës, kënaqëm, dhe kam gjitha kongët, edhe të posë Krashenke, edhe Detë Vesot, edhe të ushi gjintare, këndoj me shpirt. Thjesht teli lahutës më pushon shpirtë kur këndoj me ta, se edhe duke e ditur misioni që kam. Mes arritjeve të tij, ai veçan çastet kur u vlerësua nga publiku, duke qenë sot një nga të paktët lautar që ka Kosova. Unë ka heci kur dal me këtë veshje, edhe me lahut, gjithka kam qenë thot që lahutari. Bëjnë me gjithë që lahutari. Lahuta ka zgju interesim të popullit shqiptar tash kur thanë që na kanë marrë. Ata se kanë marrë, se kanë marrë vetën, se po tham tash janë mundu përvezu, po e joni është brez pas brezi. Ka hezitu Shqipnia Kofoj që se ka qu me kur në UNESCO, se e joni është dhe nuk mund me marrë kërkosh, po tash është një ondje që lahutar, që lahuta. Atje një Shqipnisë ishte në Tepelin Vjosa, një festival. Atje nuk është lahuta shumë e përhapme. Po ka hesa qytet të që lahutar, gretë që lahutar, dhe thot ka zgju interesim të qenit lahutar, edhe që përfëm me lahutën. Dhe atje morë instrumentisti më i mirë, se shkojmë në si duet me Muzafer Osmanin, anekdota dhe lahut. Tash unë ka folë ka anekdota, u mundojshë aqë me bo artë anekdotës ti. Dhe aty morë shmimin instrumentisti më i mirë, se bërë dishka që do të më kone veçantë. Tash ka vlerë të veçantë, po tham, edhe të rinia, edhe të gjitha moshat, unë e shoh, hadë të vdanë fotografi, çdo kun mu më nalin veshmas,